Policia, barkat! Bledar Arapi është arrestuar dhe Elger Uka është shpallur në kërkim për ushtrim të aktivitetit të palishëm të lojrave të fatit në Lezhë, ndërsa u proceduan penalisht 15 shtetas që u kapën në kazino duke luajtur. Policia e shtetit njoftoi se ka dyshime edhe për punonjës të vetë strukturave të saj, si të përfshirë në këtë aktivitet të palishëm, për të cilët ka nisur menjëherë hetimi disiplinor. Bëhet fjalë për drejtues dhe punonjës policie, të cilët nuk kanë marrë masa për evidentimin dhe goditjen e kësaj palishmërie. Gjatë operacionit u angazhuan shërbimet e forcës së posaçme operacionale pranë policisë kriminale në bashkëpunim me sektorin për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar. Baza ku zhvilloi ky aktivitet ishte një godinë 3-katëshe në bulevardin Gjergj Fishta, të marrë me qira nga 24 vjeçari i shpallur në kërkim Elger Uka, që konsiderohet si organizator nga uniformat blu, ndërsa Bledar Arapi që u arrestua ishte përgjegjës i kazinos. Katët e dyta dhe të treta të godinës ishin përshtatur për lojra fati. Gjatë kontrolleve u konstatuan 15 makineta, një tavolinë pokeri, çipsa, letra bixhozi, disa doza kokaine, 725.000 lekë të rinj, si dhe euro e dollar.